Përshëndetje dhe mirë se po takohemi kësaj here në një edicion pak më ndryshe me mua Adioran. Shfrytëzoj rastin që qysh prej fillimit t'ju urojmë gjithë besimtarëve dhe shikuesve tanë të fesë muslimane gëzuar festën e Fitër Bajramit. E për më tepër sot kemi nderin që këtë fest ta festojmë së bashku me Hoxhën Fatmir Latifaj, të cilin e kemi prezant këto, një figurë mjaft e njohur për kontributin e tij sidomos në pajtimin e shumë familjeve që kanë qenë dhe janë në hasmëri, e po ashtu edhe një herë është edhe imam në xhamin e Shipolit, si dhe një zë i rëndësishëm në promovimin e vlerave të fesë. Sot, qysh edhe tham krejt në fillim, do të flasim për rëndësinë e Fitër Bajramit, si dhe mesazhin që ka kjo festë, për shfrytëzorasin që dhe në këtë rrugë t'ju uroj dhe juve gëzuar festën e Fitër Bajramit. Faleminderit shumë, Bismillahirrahmanirrahim, edhe unë i bashkëngjitëm urimit gjithë besimtarëve dhe besimtareve, edhe juve dhe gjithë shikuesve të këtij emisioni, këtij mediumi, që gëzimi hareja, përgëzimi, urimet më të sinqerta, më fisnike për hajri u qoftë Fitër Bajramit gjithë besimtarëve, që pas një muji agjerimi, sakrifice, sadake, nxjerrje dhe pastrimi i pasurive, nxjerrje zakatit, sadakatul fitri, namaz nate, namaz taravije, gjithë ai agjerim, gjithë ai ibadet e meriton besimtari sot të festoj edhe t'i kur sukseset e atësaj sakrifice, ati rrugtimi të përbashkët drejt kënaqësisë Allahu te bareka u teala. Është kënaqësi e veçantë që në Kosovën e lirë, në Kosovën e pavarur, gjithandaj çdo cep të vendit tonë festohet, arktohemi, kënaqemi, madje i lutem Zotit të Madh ati kof shumë fal, që Allahu të na pas bë kabul, Allahu të na pas pranu sakrificat tona, agjerimet tona. Kemi kalu një shkollë me plot stërvitje, sepse Ramazani është një shkollë stërvitje e bindjeve tona, e stërvitje e përkushtimit tonë ndaj madhnisë Zotit ati kof shumë fal, edhe me plot kuptimin e fjalës. Tash në fund kemi dalë faqe bardh, me mëkatet e shlyera, edhe me karakteret të ngritura, me sjellje të rregulluara, të adaptuara, ashtu siç e kërkon mandje dhe intuita jo njerëzore. Po, Hoxh, ndoshta pikërisht do të ndalemi tek Fitër Bajrami. Ndoshta në pika të shkurta mundeni më na tregu se çka është faktikisht Fitër Bajrami, si dhe çfarë lidhje ka, sepse ndërlidhet edhe me muajin e shenjtë të Ramazanit. Pa fije dyshimi, festa Fitër Bajramit pason pas agjerimit mujt shenjtë Ramazan, prandaj edhe emrin e ka Fitër Bajram. Fitër Bajram do të thonë jepin vitrat, pastrimi i agjerimit ton. Bëhet në përmend nxjerrjes së vitrave për anëtarët e familjes, madje për të gjithë, pavarësisht a kanë agjeruar me arsye apo pa arsye, të gjithë e japin këtë vitër, ai bëhet deri para faljes së namazit të Bajramit, edhe zakonisht ne vitrat i dhojmë për Bashkinë Islame, për mirëmbajtjen e medresës dhe Fakultetit të Studimeve Islame, po edhe për kategoritë të tjera të cilat kanë nevojë shtresa të prekura nga asistenca të ndryshme sociale, në mënyrë që ditën apo drekën e Bajramit ta kenë të gjithë, do të thotë, gostume edhe të ndjenja festive mos mungon në asnjë shtëpi. Por gëzimi, hareja, me tesha të reja, të pastërta, shtëpia të rregulluara sikur kjo studio juaj me plot mrekulli, në mënyrë që t'i shkoj përshtati edhe stilit të festës së Fitër Bajramit. Është obligim për secilin besimtar dhe besimtare, për secilin secilin bashkësi, kudo që ata jetojnë, kudo që gjindën, kudo që ata gravitojnë, e kanë obligim që këtë fest mënyrë, edhe në bashkësi, edhe në familje, edhe në miqësi, edhe në vllazënillak, me fillu dita e festës Bajramit duke prezantuar të gjithë, në për xhamia, duke e fal namazin e Bajramit, e pastaj na kena tradit madje, dhe është adet të shqiptarët, me njëherë me shku në për familje tona, me uru suksese njëri tjetrit, me abo për haj Bajramin, me lut Allahun për të mirat e përbashkëta, mënyrë që dashuria dhe respekti dhe afërsia dhe ndjesia e mirësive të mëdha të panumërta që ne i përjetojmë me shpirt, tjetë prezent me neve, sidomos ata të cilët
deri dje i kanë pas të dashurit e tyre, ma nuk i kanë, ata kanë pastaj ndjenja të përzira, është shumë normale, por duhet i harmonizojnë me sabër, me gajret, edhe duhet të vendosin një ekuilibrim mes anës festive edhe anës tjetër të sabrit dhe gajretit, mungesë të njerëzve të afërt. Po ndështa një pyetje shpesh që ju bëhet edhe juve hoxhë është pikërisht çka ndodh në qoftë se për shembull pikërisht në ditën e Fitr Bajramit, po e themi pasi që po e festojmë, po e kremtojmë sot, çka ndodh në qoftë se pikërisht atë ditë kemi rast të vdekje në familje. Atë ditë pastaj bëhet një përjashtim nga rregulli për shkak se festa na kthehet në hidhrim. Ana juridike e festës mbetet, kurse në anën emocionale, organizative, ne duhet i përkushtohemi të vdekjes së anëtarit familjes. Pyetjen shumë koncize ke bë, çka bëhet në atë ditë, por nëse ndodh më herët, atëherë ne nuk mbajmë zi, ne duhet të pajtohemi me caktimin e Allahut te baraka u taala, përveç nëse vdekja ndodh në atë natë ose në ditën e festës, ne duhet pastaj të përkushtohemi organizimit të varrimit të vdekurit. Po, e përmendët, sidomos edhe tek po ndalemi ndoshta tek tradita, e cila thotë që zakonisht ne, sidomos tek shqiptarët, e kemi traditë që pas ndoshta faljes që i bëjmë, qysh në mëngjes, e kemi traditë që të shkojmë, të vizitojmë, të takojmë familjarët të afërmit me të dashurit tanë. Sa mendoni hoxh që ka ndryshuar mënyrën qysh ne festojmë tash Fitr Bajramin dhe qysh i kemi festuar ndoshta në të kaluarën, sepse e dim që ndoshta që shtojnë në zhargonin popullor kemi shku më shumë me njëri tjetrin, tash ndoshta edhe kjo dinamika jetës po na bën që edhe festat e tilla kaq të rëndësishme ti neglizhojmë edhe ndoshta të mos i ruajmë këto tradita që kemi pasur më herët. Përveç ana, domethënë dinamike e jetës që kanë ndikuar që njerëzit të ftohen prej njëri tjetrit, të largohen, ne duhet tash ta vënojmë në fokus ziaretin dhe ta vënojmë në fokus vizitat ndërsjellta. Madje të shkojmë te kushërit e largët, madje shkojmë te dajt, madje nipat të vizitohen prej dajve, madje njerëzit qytetin qytet, katunin katon, edhe anasjelltas. Duhet i vendosum, të rivendosum kontaktet tona me njerëzit cilët i dojmë edhe na dojnë, po për shkak që dinamikët e jetës, madje edhe kjo ana sa ka luajtur rolin konstruktiv e ka kthy pastaj edhe në destruktivitet fatkeqësisht digitalizimi edhe mundësia e kontakteve ka humb atë fokusin, atë interesimin që ka qenë të kaluar. Njerëzit me mall e kanë prit Bajramin që të kenë hapësirë në kohë, mënyrë që t'ja përkushtojnë ziaretit, pritjes e musafirëve, pastaj drekave të përbashkëta, darkave të përbashkëta, të ulemi, madje të shkojmë te ata të cilët edhe nuk na flasin, të paktën ta marrëm guximin, të mbledhëm forcat e moralit, edhe të etikës, edhe të vetflijimit, mënyrë që edhe nëse nuk kemi gjendje më herët ose pas, të paktën t'ja urojmë atyre të cilët ndoshta edhe nuk e meritojnë, por kësaj radhe ta përbim që thot populli për hir të Allahut, mënyrë që të dallohet kjo ditë prej ditëve tjera edhe me këtë anën të përshëndetjes edhe të lutjeve na që i bëjmë, se na kur të ja bëjmë dikujt për haj Bajramin, na edhe i lutemi Allahut për ta. Edhe ata lutem për ne, për ibadetet tona, për adhurimet tona, për përkushtimet tona ndaj Zotit, por edhe për të ardhmen, mënyrë që Allahu të na ruaj, mënyrë që Allahu të na bashkoj, sepse ana festive e Bajramit e ka edhe anën simbolike që pas një përkushtimi, pas një lodhje, pas një sakrifice, pas një angazhimi të dinamik të ditës se Ramazanit e netve, se na jemi të përkushtuar edhe natën, qomin syfer, falim namaz natë, falim taravi, thrasëm një iftar, pregaditemi, prekupohemi, angazhohemi, lexojmë Kur'an, prandaj agjerimi edhe të njëjtën ku leximi i Kur'anit, këto do të ndërmjetësojnë nesër në ditën e Kiametit. E pasi që gjithë ky përkushtim i madhi Zot ati kof shumë fal, na ka legjitimu, na ka thirr pejgamberi jon alayhis salatu wassalam, e ka faktu, e ka praktiku, e ka ftu, i ka josh, i ka nxit besimtarët që këtë ditë ta festojnë edhe çaste festive të ketë, të trumbetohet qyteti, fshati, të dallohet kjo ditë prej ditëve tjera, edhe pastaj po pse ju edhe me njerëzit të tjerë të cilët
kanë fatkeqësi, të kemi kujdes, të shkojmë të vizitojmë ata, t'ju thojmë se kjo është sprovë prej Zotit, kjo që ka ndodhur juve sot, nesër runa Zot, ndoshta mund të na ndodh edhe neve, është të sprovohet njeriu, është njerëzore, por pastaj ana shoqërore duhet ta luajë rolin të jetë konstruktiv dhe human ndaj këtyre njerëzve, t'ju qëndroj pranë edhe në mënyrë që mërzia është pak më e madhe ato ditë, hoxha. Gjithsesi është mërzia më e madhe, po kur na jemi pranë njëri tjerëve, atëherë menaxhimi i kësaj mërzie, e këtij hidhrimi, mbledhja e forcave të sabrit dhe të gajretit është shumë më e madhe dhe goditja pastaj ndaj mërzisë duhet të jetë ekuilibrume. Unë mendoj që është shumë e bukur, shumë është racionale dhe shumë është humane, shumë njerëzore, kur njerëzit shkojnë, madje edhe ata të tjerët të cilët nuk janë të besimit ton. Për shembull kemi rastin që ka ndodhur tragjedia atje në Maqedoninë Veriore, kur ishte rasti i asaj tragjedie në Koçan, atje në atë diskotekën ku vdiqën përmbi 60 vete, janë në rrezik të madh të tjerë, në gjendje alarmante, edhe realisht asnjë nuk është shqiptar, asnjë nuk është musliman, por pavarësisht pse nuk janë musliman, nuk janë shqiptar, janë njerëz. Ne duhet të solidarizohemi me familjarët atyre viktimave, të shkojmë të jemi prezant tyne, të lutëm Zotin për forcën e tyre, për gajretin e tyre, për sabrin e tyre, t'ju ofrojmë ndihmë madje edhe materiale, t'ju ofrojmë ndihmë edhe morale, t'i qëndrojmë pranë me lutjet tona, madje ata të cilët kanë shoqëri, është si shembull, edhe pse është larg ndoshta prej neve, mirë po pavarësisht kujna do që i ndodhi fatkeqësi, ne duhet ta vendosum në ombrellën e njerëzillakut ton. Madje këtu e ka fokusin çdo ibadet joni që anën njerëzore ta ruajmë, pastaj këtë njerëzi ta ngjyrosim me besimin e bukur tek Allahu, do të fitojmë të mira të Zotit në këtë dynja para se me shku në ahiret. Po, pikërisht kanë qenë dhe shqiptarët, që kemi pa dhe në për intervistat, në për media të ndryshme, ata që ndoshta kanë qenë të parët që kanë ofru ndihmë, qofse kanë qenë edhe të një nacionaliteti tjetër. Gjithsesi i përshëndeti këto iniciativa, këtyre njerëzve. Kemi na edhe plot kolegë dhe shok tonë hoxhallar që kanë shku edhe kanë vizitu në për spitale, mu më kanë bë shumë të nderuar, edhe me të plot kuptimin e fjalës edhe nga ky medium i përshëndet iniciativat e tyre njerëzore, pse pikërisht kjo është edhe thirrja pejgamberike, profetike, profetit ton, i cili është misionar i paqes, është vul e mirësive të panumërta ndaj njerëzimit. Thot Zoti, ty Muhammed nuk të kemi dërguar tjetër përveç se mëshirë për botrat, për njerëzimin, për të gjithë njerëzit pa dallim etnie, gjinie, pa dallim madje edhe feje dhe besimi, se ne jemi të gjithë robër të Zotit, jemi bitë e kësaj toke, pa dallim kudo që të jetojmë, e kemi me të drejtë të sillemi bukur dhe është tepër racionale, është tepër emocionale, është diçka e madhështore kur njeriu e trajton tjetërin tamam sikur krijesë dhe vepër e bukur e durve të Zotit. Ne jemi veprat të Allahut. Allahu neve na ka kriju prej asgjëje, prej baltës. Para mendo na ka dhënë shpirtin dhe frymën e tij, mënyrë që ne sot dim të menojmë, të jetojmë, të hapërojmë, të rrugtojmë, të jetojmë prej lindjes deri në vdekjet tona, jemi komplet në një sistem të cilin Allahu ja ka dhuruar njeriu, madje sa shumë është e bukur që Allahu te baraka u taala me këmbësinë e tij në tokë ja fali dhe ja besoi njeriu. E njeriu pastaj ta kesh përdor këtë mirësi dhe këtë begatia të shndrohet në një kafshë e cila din të flet përkundrazi. Njeriu duhet ta ruaj njerëzinë e tij, ta ruaj njerëzillakun e tij, ta ruaj racionalitetin e tij, edhe ti trajtoj njerëzit me butësi, me mirësi, pikërisht çush e kanë vepruar të njëjtën gjë edhe profetët tanë. E mbi të gjitha ne kemi shembullin më unik, më eklatant të Muhamedit ton alayhi salatu wassalam, i cili do të thotë biografia e tij ka qenë stërmbushur me heroizma të kësaj natyre. Po, hoç po ndalemi pikërisht tek ajo që përmendet tek falja, e cila duhet jetë domosdoshme pikërisht në këto ditë. E dim që pikërisht Fitr Bajrami është një fest e faljes. Më tregoni pak çysh ndoshta sprovon këta njerëz që pikërisht në ato ditë janë në konflikte me njëri tjetrin, edhe pse një kontribut ne e prezantuam dhe e dim të gjithë kontributin e juaj të jashtëzakonshëm kundrejt pikërisht të pajtimit të këtyre gjaqeve.
Pa fije dyshimi, kemi një familje cilat janë të ngujuara, jo ndoshta në atë kontekstin klasik të ngujimit, por janë të varur prej një bese e cila është praktikohet tek shqiptarët, për shkak se ende nuk është përmbyllur dhe nuk është vendosur paqja mes antarëve të kësaj familje me këtë familjen tjetër. Prandaj ne ndërhyjm në mbarvajtjen e paqes edhe mirëbesimit të familjeve. Kurse ana penale, ana gjyqësore, i takon gjyqësorit për të pandehurit, ne nuk përzihemi dhe në asnjë rrethon nuk interferojnë angazhimet e pajtimeve dhe faljeve tona në vendimet e gjykatës. Përkundrazi për autorët e veprave, çfarë do natyre qofshin ato, unë i ftoj gjykatët që të marrin dënime kapitale, në mënyrë që edhe ata të vetëdijsohen dhe ta përjetojnë gabimin dhe mëkatin e madh që kanë bërë karshi njeriut, pavarësisht çfarë do lloj krimi qoftë apo çfarë do lloj vepre qoftë, por fokusi dhe synimi ynë është tek familjarët, të cilët kanë mbetë domethënë të ngujuar si rezultat i veprimeve të pamatura dhe 99% të pakoordinuara me anëtar të tjerë të familjes, por për shkak se ana biologjike dhe gjakut i takon ai fëmijë me kohën e tyre, pastaj ta mbyllën të tjerë domethënë lind hasmeria dhe armiqësia ndaj kësaj familje. E ne ndërhyjmë në mënyrë që paqja dhe mirëbesimi i njerëzve të jetë do të thotë aktiv, mos të jetë inekzistent. Është shumë e vështirë, lypet një mirëkuptim, një gatishmëri, një sakrificë, një vetëvlejim, shpeshherë ne fatkeqësisht i hyjmë në hak edhe familjeve tona, gruas, fëmijëve, njerëzve tanë, por ne duhet ta bëjmë për hir të Allahut, atij qof shumë fal, sepse kjo punë është shumë emocionale, shumë është senzitive, shumë është e ndihshme, duhet fillim edhe mbarim të bëj si çdo punë tjetër për hir të Zotit, pastaj duhet të ketë kujdes sepse fjala ka peshë, ne duhet të ecim sikur thot populli në shembull në zhargonin popullor, sikur të ecësh përmbi veje dhe mos t'i thash ato, aq është e vështirë, aq është e mundimshme, mirë po kur bëhet për hir të Allahut, lodhjen do të thot Zoti i Madh na shndron në energji pozitive, edhe me ditë njerëzit se çka i pret ata kur falin gjakun, ose falin belan, ose falin garametin, ose falin ndaj problem një natyre pak me ulët se sa ajo e më e rënda e mundshme, me ditë ata kishin me ngaru, kishin me vrapu pas faljeve të Zotit. Madje dhe Zoti thot vraponi, nxitoni në faljet e Zotit për shkak se pret xheneti, edhe lirohet i vdekuri atje i cili është i lidhur për rastin në fjalë, shpirti i tij, pastaj personat e cilat e kanë humb familjen, e kanë humb babën, vëllaun, nanën, gruan, kemi raste të natyrë, antarën e familjes, njeriu më të dashur, shpirti tyne, ata bartin me vete një gacë të madhe të idhënimit, ata domethënë janë duke përjetuar dy fatkeqësi, e para humbjen dhe mungesën e të dashurit tyre, edhe e dyta përjetimi i zjarrt atë gacën që e ndjez idhënimin, nervozën, sikletin, depresionin, njerëzit binë në gjendje depresive, ata nuk e meritojnë me bardh. E kjo gaca, po e tham kushtimisht, e këtij idhënimit që ka shkaktuar kjo bela, nuk nxirret ndryshe pa e shtri dorën e pajtimit. Prandaj na kemi raste me mira raste, të cilat i kanë shtri durët e pajtimit, edhe me automatizëm, madje edhe pamja e tyre vizuale ka ndru prej momenti kur e kanë shtret dorën, prej atij momenti kur kanë hyrë në xhami ose në një vend ku është bën vend takimi faljes dhe i pajtimit. Edhe këtë anën psikologjike, shumë psikolog, madje edhe ndërkombëtar e kanë studiu si fenomen, për shkak se hidhrimi, ajo gjendje depresive është e ngulitur në thellë në zemër dhe në shpirt, nuk tërhiqet ndryshe pa e fal. Pa e fal, ata thonë akt human, gjithsesi akt human, por ne elaborojmë pak më interesant e lidhur me dashurinë e krijuesit që i Madhi Zot bën mrekulli tek njerëzit të cilët e bojnë këtë akt heroik. Pse hoxh e kanë kaq të vështirë disa njerëz me kërku falje dhe me fal dika? Po nisemi që prej rasteve të cilat e përmendët, ndoshta janë jo pak më të rënda, por shumë më të rënda. Pse ndoshta ekziston ky hezitimin thojza që me kërku falja, konsiderosh njëri i dobët, sepse për disa mendojnë që je i dobët nëse falës se kërkon falje. Ai cili nuk kërkon falje, ai ka njolla të mendjemadhësisë.
është produkt i agresivitetit karakterit ti. Prandaj kjo sprov duhet ta kthjellat, duhet t'i hap sytë e zemrës, sepse njeriu a ke pa shpeshherë me sytë e ballit nuk sheh nëse nuk shohin sytë e zemrës. E sprovat njeriu duhet ta çlirojnë nga kthetrat e kësaj arrogance pa kuptim të një mendjemallësie tepër të ulët. Njerëzit e mëdhej e përdorin fjalën të lutëm. Njerëzit që kanë plot karakter pozitiv, njerëzit që kanë njerëzillak kërkojnë falje, thojnë falë se une u keq kuptova, une u keq artikulova, une nuk e kam kuptu, po më ka ndodh që thot populli kjo gastare në dorë mu ka thy, edhe nuk e kam bo me qëllim. Prandaj njeriu i cili kërkon falje dhe pranon fajsin, ai është njeri madh, atë njeri e dënë Allahu, ai ka pozit në zemrat e njerëzve. Atë njeri nuk duhet me neglizhu, atë njeri nuk duhet me përjashtu nga mshira, atë njeri nuk duhet me përjashtu nga pajtimi, nga mundësia e pajtimit edhe te i kalimit. Prandaj në Islam pajtimi është shumë i lehtë se bëhet për hir të Zotit. Edhe të njëjtën ku ai cili ka bërë gabimin, ai duhet ta përjetoj këtë mëkat. E njëra prej këtyre përjetimeve pa fije dyshimi është me thy atë unën e tij, atë mendjemallësinë e tij, atë arrogancën e tij, me kërku falje për Zotit, ati kof shumë falë, pastaj për njerëzve. Këtu për herë të parë për shpalosi një strategji të veprimeve të mia në kuadër të pajtimeve, a beson e nderuara motër që nuk shkoj në ato vende me pajtu nëse autori veprës nuk është pendu. Dhe më thonë, fillimisht i pysni? Kusht esencial, kusht themeltar, qelës i derës komunikimit me mu për këtë rast, a i ka ro pishman, a u pendu. Është kjo pyetja e parë që ja bënit Gjitha rasteve, na kemi një rast tash në Ramazan, mas e kalum, e kum pas, është organizu një fshat shumë i madh atje në kufi administrativ me Shqipërinë, në Has, kemi pas rastin për një pajtim të madh, për një tentativë në vrasje, edhe të gjithë janë konë gjendje me shtri dorën e pajtimit, madje edhe më kanë ftu edhe për iftar, vallahi Zoti është dëshmitar, pastaj njerëzit okular, edhe e din edhe xhamati janë, po edhe ata atje, nuk kam shku kur kam investigu. Sikur mjeku i cili pacientin dën me operu, çka bën mas pari? Thot bëni analizat. Nëse analizat e tua i rezistojnë operimit tim, unë të operoj. Qashtu është edhe une. Të njëjtën vetëm në aspektin shpirtëror e bëj. Njëra prej analizave është investigimi. Ky person i cili e ka shkaktu këtë plagë, qoftë me fatalitet runazat, apo me lëndim, unë e pyes, a i ka ro pishman? A është pendu? A ka shpreje prej ti penduse, pishman lakut në zhargonin popullor? Nëse a i vazhdon me zhargonin e mendjematësisë, nëse a i vazhdon me zhargonin agresivitetit, edhe nuk i ka dërgu njerëz për ndërmjetësim, për kërkim falje, nuk i ka qu njerëz me kërku falje, atëherë unë muj me shku, autoriteti im ka influencë të madhe me emrin e Zotit, me ndiku të rastin fjallë, me baj për hir të Allahut, edhe hiç ky mos me meritu. Mi po, ne jemi duke i lazdru pastaj këta njerëzit e mendjemdhej. Sepse ata thonë, e qojmë hoxhën, edhe hoxha me autoritetin e tij ka influencë të madhe na pajton. O vllai dashtën, na duhet mi thonë këtij personit. Ti përveç se ke bën një lëndim serioz ose runa Zot e ke myt një njerit pa fajshëm, pavarësisht se si ti e arsyeton, po ti arsye nuk i të Zoti, aty kush shumë fal. More ti ki punë me Zotin. Ti duhet me kërku falje se ti e ke prek njerin e Zotit. Ti e ke prek një krijesë që Zoti me dur të veta e ka marru. Po ka e merr ti këtë guxim? Pastaj ku ki ti drejt të vazhdosh me agresivitet kur të njëjtën kohë e ke lëndu fëmijën e njeriut, po qysh e kishe përjetu ti më të lëndu fëmija yt, ose më të vro baba yt, ose antari familjes tone, ja mos e prek nena. Po mirë, qysh për dikanin që thot popullin nanë, për dikanin njerëk, na nuk guxojmë ti drejtojmë njerëzit në mënyrë selektive, s'ka drejtësi selektive, sikur është rasti tash me përorët tonë të UÇK-s. Evropa ka, do të thotë, qasje selektive të drejtësisë. Kriminalet që na kanë vrarë, na kanë prej, na kanë masakru, na kanë gratë tona, na kanë dhunu, qikat tona na kanë përsekutu, gjithçka neve na kanë shkatërru, enden të lirë në përkrejt Ballkanin,
kurse liri dashtë si tanë gjykohen pa të drejtë, madje pa të rastin në Ramazan ish presidenti jonë tha që mos me pas të drejtë më ardhë me i thonë lam të mire në fundit babës dë vetë. Po kjo është drejtësi, po kjo drejtësi selektive. Edhe na nëse unë për këtë arsye e tërheqa këtë paralele, nuk është e paqëllim nëse dikush e ndëgjon thotë që hoxha doli nga tema, jo nuk dola nga tema. Pikërisht unë jam në targetimin e temës. Ne duhet jetojmë në kohën e drejtësisë, jo drejtësisë selektive për dikonin i cili ka pozitë me pas një standard tjetër, për atë tjetërin i cili nuk e ka pozitën shoqërore, apo i mungon pasuria, apo i mungon titull shkencor, me pas një trajtim të veçantë të ulët, sikurse Evropa ja bën shqiptarëve dhe historisë të sakrificës tonë. Pa dashën ndoshta me anu nga politika, po ndoshta edhe gjithë secili prej neve e ka vlerësuar si një vendim këto çështje nuk shikohen nga prizmi partijak, as politik. Na duhet më konë ma të mëdhej. UÇK-ja është e të gjithëve, është e arrit në barë kombëtare, nuk ka projekt më i bukur, më i dashur, më i qmuar, më i qëlluar, ma dje që e ka lëviz një arsenal ndërkombëtar për me e asil lirin këti populli cilit është bërë pa drejtësi para 100 vjetë. Kjo është e dëshmuar, është e faktuar. Prandaj unë mendoj që ne duhet që jemi shumë të kujdesshëm, edhe ne shqiptarët këtu ku jemi, e sidomos në këto raste senzitive të pajtimeve, të faljeve, duhet kemi kujdes, nëse se shpesh na duke dashur mundu me qarru dikonin, mundu me myt dikonin, e shpesh një fjalë e keq drejtume, ose që thon njerëzit e mençur dietarët, e vërteta keq drejtuar shndrohet në gënjeshtër, sepse thikën e ka marru mjeshtri për me prej bukën, mishin, me pregadit në kuzhinë, mi po me thikë mundet të mbytet edhe njeriu, nëse keq drejtohet, nëse keq përdoret. Edhe në këtë rast, fjala, kujdesi, maksimal, sepse lëndimi është i mundshëm, andaj me pas kujdes. Unë mendoj që na e keni marrë një shkollë të mirë në Ramazan, për sjelljen tonë, për maturinë në fjali, për qëllimet e pastërta që duhet i posedojmë, edhe kjo pastaj të na shoqëroj edhe këta muaj të tjerë. Po, me qenë se ndoshta muaji i Ramazanit konsiderohet sigurisht muaji ku ne jemi më të devotshëm. Hoxh, ndoshta mundesh me na tregu se çysh me vazhdu edhe pas Ramazanit, me qenë po kaq të devotshëm, sepse ndoshta një muaj e kemi, po ai muaj shkon dhe vjen, po vijnë edhe muajt e tjerë. Çysh duhet me zbatu këtë devotshmërinë ndaj vetes, ndaj fesë, ndaj njerëzve që i kemi, sepse devotshmëria është produkt e vetdijes të lartë inteligjente që duhet njeriu ta ketë. Se Zoti po të sheh. Që Zoti po të sheh se ky Zot është Zoti i Ramazanit edhe jashtë Ramazanit. Zoti na sheh edhe në Ramazan, e na përcjell, e na veshtron edhe jashtë atij. Prandaj devotshmëria jonë duhet mu lidhë me Zotin e jo me mujin. Ne nuk dëshirojmë të kemi besimtarët tonë sezonal. Si kërse komboja, cilën e ka marru mjeshtri për me korë grurin në korrikë dhe në ngusht. E 10 muaj tjerë është pasive dhe është jashtë aktivitetit. Ne dëshirojmë njerëzit tanë të jenë aktiv në jetë. Feja nuk është barë, feja është kod vlerash dhe program jete, e cila na mëson për tutje, për të ngrit nivelin edhe të vetdijes, për të pasuru karakterin tonë njerëzor, për të afru zhvillime të afirmitetit tonë të jashtëzakonshëm me krijuesin tonë, e kjo quhet devotshmëri. Ti nuk ec atje ku Zoti nuk ka qef me të pa. Ti nuk prek aty ku Zoti nuk ka dëshirë me të pa. Ti nuk vepron diçka që Zoti nuk dëshiron ty me të pa. Kjo është devotshmëri. Ti respekton babën, nanën, ti respekton burrë, gru, ti respekton fëmijë, edukon, e sillesh mirë me koshi, e kryen detyrën me ndershmëri, me plot dinitet, se Zoti këtë ka kërku prej teje. Kjo është devotshmëri. Madje nëse këto mësime, këto udhëzime, neve nuk na bojnë gjallë shpirtin ton, tashmë pas muajit shenjt Ramazan, a thu vallë, çka kemi përfituna, vetëm urinë dhe etjen? Jo, Zoti nuk ka nevojë për urinë dhe etjen ton.
Zoti e ka dëshiruar që nëpërmjet etjes dhe urisë tonë edhe abstenimit të kënaqësive legjitime prej iftarit, prej syfyrit deri në iftar, vetëm e vetëm që neve të na edukoj, vetëm e vetëm që neve ta arrijmë një sukses të madh të kësaj stërvitje që kemi bën në muajin e shenjtë Ramazan. Inshallah na ka bëu hajër. Amin. Çfarë i thoni hoq atyre që ndoshta janë përqendruar më shumë te aspekti i festës, i ushqimit, ndoshta më shumë se te aspekti shpirtëror që sapo e përmendët, me ose pa dashje ndoshta? E lutem Zotin e Madh që të gjithëve të na udhëzoj. Na bëjmë një lutje dhe kemi bën një lutje në namaz natën, taravih, para iftarit, në sufër, në gjitha kohët e bukura të muajit shenjtë Ramazan, që të pa udhëzuarit tanë Allahu t'i udhëzoj, të udhëzuarit tanë Allahu t'i forcoj. Ne i lutemi Allahut për gjithë njerëzit. Edhe njeriu nëse i hap hapësirë eksplorimit, meditimit, analizimit, ai me emër të Allahut do të udhëzohet. Edhe pas një meditimi do të arrijë qetësinë e shpirtit të tij, i cili është i trazum, do të arrijë kthjellësinë e mendjes së tij, e cila është e trubullume, edhe është e ngarkume, edhe nga jeta dinamike, edhe nga digitalizimi i saj për shkak rrjeteve sociale, sepse këto rrjete sociale sa luajnë rolin konstruktiv, shpeshherë e ngarkojnë shpirtin edhe humbasin atë targetimin edhe vëmendjes, ke po shpesh edhe njerëzit nuk janë të vëmendur, ty ta e përshtypet që po të ndëgjon, ai realisht ai është vetëm me ti ka dika tjetër, ai nuk ka krën e vëmendjes, nuk e ka ndaj muhabetit tan, edhe si rridoj pas e vjen keq kuptimi, sepse është i fokusuar atje në status këtu filan rrjetin atje, filan rrjetin, prandaj çështja parimore do duhej me rujt na këtë kohën me vënë një ekuilibrim mes kërkesës së rrjeteve sociale dhe digitalizimit, po edhe të njëjtën kohë dinamizimit të jetës, por edhe me rujt këtë anën shpirtërore. Për këtë arsye duhet me fal namaz, mu lidhë me Zotin për 24 orëve, Zotin e ka lyp 24 minuta, këta 24 minuta janë ushqim për shpirtin, janë ndërgjegjësim për shpirtin ton, janë pastrim për zemrën ton, janë gradim për vlerat tona njerëzore. Na po harrojmë që njeriu ndërtohet prej 3 komponenteve, ana inteligjente duhet trunin me e ushqy me lexim, me meditim, ana shpirtërore duhet me ibadet, me adhurim, me falje, me kërkim falje Zotit atij ku shumë fal, me lexim Kur'anit, me namaz, edhe ana materiale, domthon fizike, që duhet me ushqim edhe me kërkesa tjera. A fokusi jon është komplet te ana fizike, sikur na japon përshtypjen se njeriu është vetëm prej trupit, nuk ka shpirt dhe nuk ka mendje. Për shkak sillem pa mend, edhe sillemi pa shpirt. Shumë është e thjeshtë me kuptu sjelljen tonë. Pse sjelljet tona e kanë mungesë shpirtërore? Pse është e zbehne shpirtërore edhe humanizmi, edhe pse fjalitë tona ju mungojnë, domethënë gjyrimet logjike. Flasëm irracional, dukemi irracional, sillemi irracional, sepse na nuk e ushqejmë trunin, edhe na lojmi të varfën, e lojmi unt, na shpirtin e lojmi unt, e pastaj njeriu unt, kur është, ai tani pastaj këshyr me mbijetu, e njeriu në mbijetes bën gjëra të cilat nuk i kanë hije edhe nuk i kish bë në kohë reale dhe në kohë normale. Pikërisht është edhe qëllimi i krejt muajit shenjtë është pikërisht ky ushqimi i shpirtrit dhe jo ndoshta përditshmërisë që i kemi dhe të pakontrolluar. Megjithëse bile duhet pak të abstenojmë sepse jemi në krizë të obezitetit, shumica absolute me këto metabolizmat e ngadalshëm, me këto ushqimet fast food, që këto ushqimet e shpejta. Agjërimi që preferohet edhe nga mjekët, asë mos së fundmi. Po patjetër, po herë ne e teprojmë sepse nxitohemi pa nevojë, fokusohemi vetëm në anën fizike me mbush barkun tonë dhe nuk ja dhojnë hapësirën e shpirtit dhe mendjes. E na duhet me vendos një ekuilibrim mes këtyre tre pikave të këtij trekanshit, mënyrë të balancume, pastaj çu na ka thonë pejgamberi alayhis salam, lukthin e ka lënë Zoti pak për ushqim, pak për ujë dhe pak për ajër. Po na çamë po që e ngupom komplet për ushqim. Cili është një ndër gabimet e tjera që munden me bo njerëz gjatë agjërimit? Ndoshta është një pyetje që ju bëhet më shpeshti, po sidomos kemi këto edhe kolegë dhe shoqe familjar që shpesh mendojnë që kanë bërë diçka gabim, e prishin agjërimin, qoftë ato minutat para, pas, gjithçka që do bëhet pa qëllim, ajo është agjërim legjitim. Për shembull habitesh para iftarit han ose pin. Kjo zakonisht ka ndodhur
ka ndodhur në fillim ditëve të agjerimit, kur shpesh kemi pyetje, valla ku mbo kështu, kjo është dhuratë për Zotit. Kjo dhuratë për Zotit, por deri në momentin kur ty të kujtohet që i agjerueshëm ose ta rikujton dikush tjetër. Madje mas jemi në emision festiv ban pak me tregu pak për të relaksu emisionin, ai dietari duke sqaruar këtë hadith se nëse hanë dhe pin gabimisht, dije se ki dhurat për i Zotit, edhe tash ai duke komentu këtë hadith, po thotë çka më bë ati i cili vjen edhe marri kujton. Unë kisha më thonë, të lutem mos marri kujto dhe vazhdoj duke e përjetu dhuratën e Zotit. Mos marri kujto. Nëse nuk gabojmë, ka qenë bile një hoç tjetër i cili kish pas thonë që është bereqet me hongër sa më shumë hurma. Po, e vërtet. Tash njonja ka boj kom hongër hoç 2 paqeta hurma. Po ai çuditë, çish ka mundësi. Çish ka mundësi, a? Patjetër. Erën disa egzagjerime, po kur bën të pa qëllimta janë të bukura. Mirë kuptohen. Janë po mirë kuptohen. Hoxhe, kam edhe një pyetje sa i përket ndoshta muajit Ramazanit edhe Fitr Bajramit. Janë ndoshta njerëz që nuk kanë pas mundësi me agjëru ditë gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Çfarë do të më bëj pikërisht në festën e Fitr Bajramit ose cila është ndoshta lutja më e mirë që do të bëhet atë ditë? Ata të cilët për arsye nuk kanë pas mundësi, ata duhet mi kompenzu këtë ditë. Ose mas Bajramit, ose në kohën kur është ma e freske, do më ma e shkurë, së ta shimi në kohë ku zgjerohet, do më në orare, është problem me agjeru, e lojna vjeshtës, kur ofrohet, i kompenzojmë ditë për ditë. Kanë shku 5-6 ditë, 3-4 ditë, për arsye të arsyeshme. Kurse, ata të cilët jenë të lirum për agjerimit, për shkak pleqnis të thellë, që kena plak 90 vjetë, po është shumë i fort, kemi djol 40 vjetë, po së mundet me agjeru, kjo duhet me kompenzu. Por nëse kompenzimi bëhet duke e kompenzu ditë të ditë me agjerim mas asoj dite, o diçka tjetër. Por nëse ka një smundje kronike, cila nuk pret shërim, atër ai duhet me pagu fidjen, është një taks, e cila vendoset për Bashkisë Islame, 3 euro për ditë. Duhet me ushqy një të varfën, me edhon një iftar dikujt, ose me edhon do vitra atje në Bashkisë Islame. Kanë qenë disa prej pyetjeve këto, sidomos nga ana mjekësore, për shembull, kam i bo analizat sot, a do të me prish agjerimin. Nëse analiza nuk ndikon ndopsimin e shëndetit, mund është me dhonë gjak, dhënia e gjakut nuk e prish, marrja e gjakut e prish. Injeksioni në muskull nuk e prish, kurse në venë e prish. Po, për që në të shorë, nështë edhe... është ushqyse. Më të sakt. Cila është lutja më e mirë që mundemi me bo për Fitr Bajram? Lutja më e mirë e mundshme është lutja mu shëndru në vepër. Cila është ajo? Zjareti edhe për Haj Bajrami. Nuk ka lutje më e bukur. Kjo është për kësët, për derisa është sot dita e festës tonë, dita Bajramit, është për Haj Bajrami Zotin e pranoft. Nuk ka lutje më e bukur. Asë një lutje, se cila lutje ka kohën e vetë. A ki prashu, edhe lutje tjera e ndë bukura, edhe janë të qëlluar, edhe këtë ditë. Mirë po, krye fjala e kësoj lutje është urime, e gëzofshë me familje, Zotë e pranoft, edhe dhuratat Zotit në këtë botë, edhe në akhirat i përjetofshëm. Nuk ka ma knatësi se kjo. Kështu që nuk pas ka diçka të jashtëzakonshme. Është diçka që të gjithë e thonë, si ata që kanë titull shkencor, si ata që ende nuk din me shkruar dhe me lexu. Po, hoq, me qenë se jemi edhe drejt minutave të fundit, ndoshta edhe për fund do një mesazh ose këshill të qoftë për gjitha ata që po na shikojnë, por sidomos për besimtarët e fesë muslimane, edhe ndoshta më na tregu pak se çysh me mësu praktikën e fesë edhe të faljes, jo vetëm në muajin e shenjtë të Ramazanit, jo vetëm në ditë festash siç është Fitr Bajrami, por edhe në përditshmëri që të jemi ndoshta më të mirë me njëri tjetrin, edhe pse jo të mos shpërndajmë vetëm dashuri për njëri tjetrin dhe jo urrejtje ndoshta. Unë shfrytëzoj rastin prej këtij mediumi të lut Allahun e Madh që të na i pranon agjerimet tona, të i pranoj sakrificat tona, të i pranoj të gjitha përkushtimet tona. Edhe të njëjtën kohë jo bëjmë dije se a pesheni të dashur vëllezër dhe të nderuara motra sa e lehtë është feja jonë islame. Pse? Për shkak se në agjerim në Ramazan kemi arrit me e disciplinu vetë vetën tonë, të jemi njerëz shumë të sinqert edhe të përkushtuar ndaj Zotit, pastaj edhe ndaj robit, që do të thotë me një përkushtim, me një vetëdijsim,
me një ngritje të lartë të vlerave tona morale dhe emocionale, kena mundësi me e qu emanetin e Zotit përpara. Populli shqiptar nuk ka kohë të armiqësohet mes vete. Populli shqiptar pa dallim feje dhe pa dallim regioni dhe pa dallim orientimi ideologjik apo politik e ka obligim të i përvishet punës, të ngritet vetdia, se jemi duke çalu në vetdije, të ngritet atë dhe dashuria edhe të bëhet për hir të Zotit. Prandaj kjo është porosia jame kryesore. O njerëz, dune atë dhe unë juj për hir të Allahut. O njerëz, për hir të Zotit, bëhuni peshtar të shkrimit historisë me veprat juja gjigante, sepse ne jemi në kohë paqe, sikur lufta që ka herojt e vet, edhe paqe ka herojt e vet. Heroi i paqes është njeriu i moralshëm, i dinjitetshëm, i cili ruan me dignitet edhe me fanatizmin më pozitiv të mundshëm, gjyrimin e tij kombëtar edhe përkatësinë e tij fetare edhe komunikimin ndërfetar madje edhe me të tjerët, sepse kemi obligim për i Zotit. Kjo është kënaqësi. Edhe nuk ka kënaqësi më e madhe se sa ti jesh në rrugën e Allahut, por kjo duhet të vije si rezultat i bindjes në asnjë rrethon i imponimeve të natyrave të ndryshme. Po, dhe një mesazh hoq për ndoshta gjithë ata që 10 muaj, po themi, janë personat të tjerë, një muaj bën personat të tjerë. Ata persona në 11 muajshin tjetër le të marrin hisën e mësimeve, po 11 muajshin tjetër le të marrin atë udhëzimin, atë hartën, atë busollën. Në tash kemi arrit me mësu busollën, ta posedojmë atë busollë, ta posedojmë atë hartë të veprimit edhe të menaxhimit të jetës tonë, edhe mos ta lëmë me ndryshk atë hartë dhe atë busollë me lanë vetëm në Ramazan. Por aja duhet na shërbej neve përore, udhëzim dhe frymëzim drejt së ardhmes tonë për gjatë këtyre 11 muajve të tjerë. Me paqe, dashuri, respekt e bashkëpunim, mënyrë që të arrijmë kënaqësinë e Zotit edhe ti përfitojmë, edhe ti përvjelëm të gjitha frytet e asaj sakrifice dhe atij përkushtimi që kemi bërë për hatër të Zotit. Patjetër se do ta përjetojmë xhenetin e Zotit në këtë botë para se të shkojmë në botën e përjetësisë. Ju falenderoj shumë, Hoxh Fatmer, që keni qenë me neve gjatë gjithsaj kohe, edhe po besoj dhe shikuesit tanë kanë dëgjuar me kujdes edhe këshillat, si dhe krejt ato që folëm deri tash. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën. E dim që ndoshta pikërisht në këto data është të rëndësishme, jeni edhe më i angazhuar, po ndoshta e cilësojmë edhe më shumë edhe çmojmë edhe kohën që patjetër e kemi obligim që për hir të Zotit edhe në kohë festive, që është dita sot e parë e Fitr Bajramit, ta urojmë këtë fest, që të shkon bukur kjo procedurë, kjo kohë, me plot kënaqësi, dashamirësi, vizita të ndërsjellta, urata të ndërsjellta, lutje të sinqerta, serioze, në mënyrë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut, me plot kuptimin e fjalës që thot edhe Muhamedi alayhis salatu wassalam, që Allahu Dhul Jalal ju thot melekëve vet, shikoni se si robërit e mi pas një kohë, një cikli të stërvitjes, qoftë agjerem, qoftë përkushtim, tash i festojnë e i gëzohen mëshirës dhe rahmetit tim, që me plot kuptimin e fjalës edhe ne duhet ta përjetojmë këtë, që dhe Zoti në qiell me melekët e vet kënaqet duke na pasur si na kënaqemi në këtë ditë feste. Faleminderit shumë edhe një herë. Shikues të dashur, ishte kjo dhe intervista me Hoxh Fatmer Latifaj, një kontribut i madh, që tham, jo vetëm në fenë muslimane, por edhe në komunitetin ku ne jetojmë. Është i njohur edhe si imam në xhaminë Shipolit në Mitrovic, por për më tepër kontributi i tij për adheun ton si dhe për pajtimin e xhaxheve edhe sot e kësaj dite është më së i zëshëm. Faleminderit edhe juve që keni qëndruar gjatë gjithsaj kohe me neve, po ju urojmë edhe një herë gëzuar festën e Fitr Bajramit, që tha dhe Hoxha, me sa më shumë paqe dhe dashamirësi, e sidomos për njëri tjetrin.